Ndërkohë që Berisha mbante këtë takim, po themi me simpatizantët e tij, kryeministri Edi Rama dha një sër intervistash për mediat greke. Çfarë po kërkojnë në këtë rast nga Greqia, si Berisha, si Rama? Po kërkojnë thjesht mbështetjen e emigrantëve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje? Apo janë duke kërkuar element të tjerë politik të qoftë të partive në pushtet, por edhe të atyre në opozitë, se përket elementëve politik grek? Rama në çdo moment do ndjeki Sali Berishën atje ku shkon Berisha. Pse? Sepse është ajo që duket Saliu, vjen Rama për të ulur Saliun. Prandaj Rama nuk është që vepron direkt ai, sepse Rama lën Saliun të eci, Rama shkon pas Saliut. Dhe Rama sot do të shkojë në Athinë, Rama foli në televizionet greke, pra donte që të kundërvijente çdo përgjigje apo çdo mlefi që i kanoset nga politika greke dhe nga mediat greke Ramës. Duhet keni parasysh diçka. Berisha para shumë vitesh, kur ndodhi 97-a, edhe në vazhdim dhe në qeverisin e tij deri në 2013, në mediat greke ka qenë shumë poshtë dhe në perceptimin publik grek ka qenë shumë poshtë, po shumë kur flas poshtë tmerrsisht. Me kalimin e viteve dhe në ardhen e tij në publik, mediat greke e ngritën Berishën në një formë të shumë të çuditshme. Dhe Berisha u bërë si një person i cili sapo ka dalur në politikën shqiptare dhe pavarësisht civis që ka pasur të mëparshme. Rasti Beleri e dërmoi Ramën në mediat greke dhe Rama nga kryebashkiak ka qenë me matjet shumë të mira në opinionin publik grek, duke thënë si rasti i pallateve me shigjeta. A keni këtë kryetar bashkie që bëri këtë modernizim. Ajo u tregua te Rama që ka qenë atëherë te grekët, dhe grekët e Ramën e donin në aspektin që ishte ai moderatori i cili po bën atë ndryshimin e bukur të drejtimit të Tiranës, këto gjëra të bukura. Me thonjë, Zaleça pallatesh ishin atëherë, po gjithsesi. Por e tregoi Ramën atëherë media greke si një person që do të bënte ndryshimin në Shqipëri. Dhe Rama në mediat greke ka pas një pamje edhe në komunitetin grek apo me popullin grek ka qenë shumë përpara në numra me Berishën. Rasti Beleri, Ramën e goditi. Dhe Rama tani po përpiqet të përfitojë dhe të fillojë të fitojë përsëri përqyeshmërinë e qytetarëve grek. Pse qytetarëve grek? Sepse grekët dhe shqiptarët jetojnë atje. Në rast se një shqiptar jeton me një grek ose anasjetas dhe me komunitetin në ndërgjërsi dhe bën debat politik, normalisht që shqiptari që mund të jetë shumë militant me Partinë Socialiste mund edhe të mos të vinë në Shqipëri të votojë. Pse? Sepse nga debati dhe nga rrafja e ideve mund të kuptoj dikush të vërtetën dhe thotë pse të lodhem unë gjithë ato orë të votoj Partinë Socialiste, kundërkohë ky nga politikan më bën burgaxhi të gjithë këta që unë votoj. Dhe duke marrë në analizë qytetari nuk shkon. Dhe Rama çfarë bën? Don patjetër të shkojë në çdo biruz, në çdo vend të tregojë të qytetarët shqiptar, emigrantët, që unë jam këtu dhe do përgjigjem duke ju bërë aktrim, po kurse si politik. Sepse pikërisht Rama ka të njëjtin manual që njerëzit të cilët ka fut në politik i kanë përfunduar burgaxhi dhe jo politikan. Dhe Rama këtë don të përfitojë edhe në mediat greke, por edhe në çdo vrim ku tjetë e mundshme që t'i flasë çdo qytetar shqiptar që jam shpresa e vetme për Shqipërinë Europiane. Po ky është një mashtrim se nuk mund të jetë ai për Shqipërinë Europiane. A ka rol, po themi, Athina zyrtare, por edhe elementet tjerë të politikës greke në lëvizjen e levës apo ndryshimit pushtetit në Shqipëri, apo e gjitha kjo bëhet dhe ky lloj protagonizmi bëhet si nga Berisha ashtu si nga Rama
për të marrë votat e emigrantëve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje? Së pari do të kemi parasysh diçka. Krahasimi 1.500 euro me 400.000 lekë këtu, ose 500.000 lekë këtu. Nada me ditën. Luksi punon në Greqi, sigurimet shoqërore, shkon në spital, bë analiza, edhe mund të paguash një përqindje të vogël, në krahasim me këtu që duhet të shesësh gjithë shtëpinë tënde, por ke një problem shëndetësor. Edhe shtëpia nuk mjafton, të dalësh të bësh borxhli. Ose rasti tjetër, atje të paktën mund të kesh bler një shtëpi në Greqi, edhe këtu shtëpinë e ke të palegalizuar dhe ke shtëpi në Shqipëri. Ajo çfarë po bën Rama atje është vetëm kjo gjë. Tregojmë që Shqipëria ka nevojë për punëtor, sepse unë nga 2013 deri më sot kam bërë të çdo gjë të mundur që të largoj gjithë shqiptarët nga Shqipëria, duke mos dhënë shanse dhe duke e kputur në mes zhvillimin, duke e dhënë tek 5 duar të vetme, se kam bërë unë, Edi Rama, se kam bërë Gylseni. Kjo është e para. E dyta është që po patjetër të ftoj çdo shqiptar, çdo shoqat që është në Greqi, që normalisht nuk është shoqat, por është celul e Partisë Komuniste, se shumica e atyre njerëzve të cilët janë në disa shoqata janë komunista, ta pranojnë, është e vërtet kjo, nuk është gjë e hidhur, po mund të pranoni që jeni komunista dhe do të shkoni tek ajo ftesë që bën Edi Rama, po të paktën Edi Rama duhet të bindi ata komunista që e votojnë që të vinë në Shqipëri dhe mos të jetojnë më në Greqi. Se ato komunista aty në Greqi janë me statusin, po nuk kanë marrë akoma shtetësinë greke, emigrant ekonomik. E dini çfarë do thotë emigrant ekonomik? Ti themi për popullin ashtu siç është e vërteta. Shteti i cili të mban, merr lapsin aty, dhe thotë kaq përqindje të gjithë shtëpinë e tyre, sepse Shqipëria që ka zhvilluar. E kuptoni çfarë dëmi i bën Rama edhe socialistëve vet, që nesër të vinë qeveri ekstreme djathtë në Greqi, e do ç'ka ka hapur Rama panairin, ç'do të bëj Rama, ftoj shqiptarët në Shqipëri. Po më dha, merr ministrin e thot, sa njerëz do në Shqipëri ti? Por jo, unë kërkoj njerëz të vinë vet. Jo, unë nuk i kam këtu pronë time. Këta janë emigrant ekonomik. Leri ata që ka marrë shtetësinë. Ata që ka marrë shtetësinë nuk i prek dot unë, se janë shtetës grek, edhe shqiptar. Po sa do ti emigrant për të punuar në Shqipëri? Sa thot ai? 400.000 ose 200.000. Shumë bukur për ministri grek. 200.000, po. 200.000 nga 2025 në vazhdim nuk marrin lej qëndrimi. E kupton çfarë po bën Rama? Po Rama nuk po bën këtë gjë. Rama po bën diçka tjetër. Ejani t'ju marr numrat, kartën tuaj të identitetit dhe t'ju përdor për votues në Shqipëri. Ejani të mbushim ato buzat si shpresa e fundit për të ndërtuar Shqipërinë.